Dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio, unë kam nderin të kem një prej artisteve të mrekullueshme të Shkodrës, pedagogëve të suksesshme dhe shumë të dashura për nxënësit e saj. Një grua artiste shumë dimensionale në jetën e saj. Dirigjenten Elsa Kola, Stefi. Mirëmëngjes zysh Elsa. Mirëmëngjes Merita. Në fakt, dëgjuesit mbase do të mësohen me mu gjatë kësaj bisede bashk. Sepse unë e kam të vështirë t'ju tres ndryshe, veç se zysh Elsa. Ashtu si që shumë nxënës dhe ish nxënës të shkollës artistike Prenjakova, në duart e tuaja kanë kaluar shumë prej tyre, apo ja. Një prej tyre jam dhe unë, ndaj me shumë respekt, më ngjallni shumë kujtime dhe emocione, por nuk kam si t'ju thres ndryshe, gjithmonë, zysh Elsa. Zysh Elsa për të gjithë nxënësit e shkollës artistike Prenjakova. Në fakt, dëshira për t'ju ftuar më lind shpesh sa herë shfletoj jo thjesht kujtimet e mia, por jetën artistike të Shkodrës, hapin tuaj të përditshëm në qytet, marrëdhënien me njerëzit, buzëqeshjen, aktivitetin, çdo gjë që lidhet me personin tuaj. Ndaj është shumë kënaqësi që jeni sot në studion tonë. Merita, dhe unë ju falenderoj shumë për ftesën dhe për konsideratat që keni. Do përpiqem edhe unë të shpreh ato ndjenjat e mia dhe lumturinë time që jetoj në këtë qytet. Çfarë më dhuroi mua ky qytet, avash do t'i Jo, mua më pëlqen sepse jeni shumë aktive, gjë që pasqyrohet në ecjen tuaj, në takimet me njerëzit, në një jetë shumë të chillter, të pastër, familjare, që lidhet jo thjesht me një profesion, por me një shpirt të madh dhe të gjerë. Po, janë të vërteta këto që thoni dhe unë do t'ju kërkoj leje që këto ndjesi që kam nga kultura e këtij qyteti, nga bukuria, nga fjalë, nga të gjitha, ti shpreh në këtë shkrim këtu që kam bërë. Nëse më lejoni. Po, patjetër, zysh Elsa, jeni shumë e mirëpritur. Atëherë, të flasësh për muzikën është privilegj. Por të flasësh për muzikën në Shkodër është 2 herë privilegj. Përse e them këtë? Sepse Shkodra mua, si person, më mbush me frymëzim, me vlerat e saj të përcjella brez pas brezi, në mënyrën e të jetuarit, të gjuhës ledhatuse, të shprehurit të ndjenjave e sidomos humorit, që është identiteti i këtij qyteti, sepse dashuria që transmetohet nëpërmjet fjalës të mbush me energji. E folura juaj, për ne jugorët është fantastike. Mënyra se si komunikohet të çliron nga ngërçet. Sa bukur po e shpreh zysh Elsa. Pra këtu transmetohet kulturë dhe unë e kam shijuar dhe e kam ndjerë veten brenda saj. Sepse vetë gjuha elegante të jep mundësinë të shijosh hapësirën e lirisë shpirtërore. Pak është hapësirën e lirisë shpirtërore. Do me thënë, kam ndjerë në sinkron bukurinë e natyrës dhe të shpirtit njerëzor. Është e vërtet, mu më prekin këto fjalë dhe veti kam shkruar dhe prap ndihem kështu sikur më lotojnë syt. Por nga ana tjetër, me qenë se ke zgjedhur të jetosh në Shkodër mes shkodranëve, ndërgjegja ta thot të ndjekësh linjën. Të bësh diçka të mirë edhe ti pasurosh këto vlerat shenjta që kanë lënë të parët tanë dhe e quaj fat që jetoj në këtë qytet, sepse vlerat shpirtërore dhe bukurit natyrore krijojnë një simfoni më vete.
Sa bukur, Zysh-Elsa, vërtet, edhe ato që po na ndjekin, besoj se janë prekur, kanë ndjerë kaq thellë këto përcaktime, të cilat unë do kërkoja që t'i mbaja në dosjen time të veçantë të thënieve të të ftuarve të mi. Atëhere, si mundet të rri njeriu indiferent? Shkodra është një hapësirë e madhe e kulturës shqiptare. Lindi njerëz artistë të emancipuar, me ndjenjat dhe vlerat më të bukura shpirtërore, dhe nga kompozitorët shkodran merr ndjesi të pastra që vibrojnë në zemrën e secilit që e dashuron këtë qytet frymëzues. Dhe këtu do them që isha me fat që në Akademinë e Arteve jam edukuar nga pedagog shkodran, personalitetet të ndritur të krijimit dhe interpretimit, si Çesk Zadeja, Tonin Harapi, Simon Gjoni, Tish Daia, Pjetër Gaci, Lukaçaj, Maria Kraja, që ishin kolosët gur themeli të artit profesionist shqiptar. Për kompozitorin Prenkjakova, kam dëgjuar dhe lexuar shumë, por kur unë erdha për të jetuar e punuar në Shkodrën e Prenkjakovës, për fat të keq ai nuk jetonte më, por unë u lidha me formacionin koral e instrumental themeluar prej tij. Me këtë formacion që mori emrin Filharmonia e qytetit Shkodrës, përgatita dhe mbrojta diplomën. Zysh-Elsa, ardhja në Shkodër e juaja, në mos gabohem, më kujtohet një ndjesie veçantë në shkollën e muzikës, aty ku ju keni dhënë mësim, kishte një interes të veçantë për Zysh-Elsën. Në radhë të parë, nxënësit ju shohin nga pamja. Një pamje shumë korrekte, me flokët e veçantë, të ndarë në mes, të mbledhur, nganjëherë edhe keni lëshuar, ha? Po, ndonjëherë po. Por me një pamje shumë korrekte. Ndërkohë, informacionet Zysh-Elsa është dirigjente dhe atë çfarë unë kam mësuar më vonë, ju jeni dirigjentja e parë që keni femër, që keni studiuar për dirigjim orkestral në Akademinë e Arteve dhe keni patur pedagog të madhin Mustafa Krantja. Është e vërtet. Nuk është pak të marrësh përsipër një orkestër mbi supe. Të shkosh deri në atë dëshirë për të qenë drejtuese një orkestre, të studiosh në një shkollë që ka qenë privilegj i madh, atëherë unë nuk them se nuk është sot, por ka qenë shumë e situr. Ato që kanë shkuar atje kanë qenë vërtet talente dhe suksesi i tyre ka qenë i garantuar. Në një shkollë të tillë siç ishte Instituti i Lartë i Arteve, sot Universiteti i Arteve, kanë qenë edhe studentët titullar. Dhe ju keni qenë studentja e parë. Kjo është e veçanta ime, që pata forcën dhe kurajon të hy ati profesioni. Do me thënë, të drejtoj një femër orkestrën me të gjithë instrumentat, me korin, me solisat, me kështu, nuk është e thjeshtë. Si shkuat ju deri në atë pikë që të paraqiteshin në një konkurs dhe të kishi këtë gjë kaq të bukur të studionit për dirigjim? Mbarova liceun artistik. Edhe disa vjet u vendosa në qytetin e Fierit, punova atje për t'i dhënë mundësinë motrës tjetër, Tatjanës, e cila dhe ajo ka një status veçantë, është flautistja e parë shqiptare, do me thënë e para femër për vegël fryme. Edhe ka punu një kohë të gjatë në opera, tash ishte në Korfuz. E kam fjalën që unë atje në Fier fillova të drejtoj, sigurisht, mbase jo orkestra, po kore, formacione, gjitha dhe një lloj përgatitje ma dha qyteti im. Pastaj unë erdhi profesor Simon Gjoni në Fier dhe hapi një kurs për të marrë elemente për në Akademinë e Arteve. Simon Gjoni i ka të gjitha, është dhe kompozitor, është edhe dirigjent, dhe mu më tërhoqi dirigjimi, mënyra se si ai drejtonte, mënyra se ai na shpjegonte këtë lëndë, edhe ndihma e parë ka qenë profesor Simonit. Prandaj them që shkodranët për mua janë yje.
Kjo gjë është treguar në jetën tuaj familjare, ti vëm një duke përmendur dhe Raimondën, që sot jeton në Angli, është bashkëshorte e Eno Koços. Violiniste. Pra, 3 motra muzikante. Tatjana, Zyshelsa, Raimonda. Pra, por edhe babai juaj. E kemi indicjet. Talentin, ai ishte i lindur, i shkreti talent vetëm zhvillohet, por indicjet i morëm nga babai ynë, që ka qenë studenti normale se Elbasanit, ajo shkolla atëherë ka qenë e famshme, aty bënin dhe instrument, dhe di me kë ka studiuar violin baba jem me Ludovik Naracin. Në qoftë se keni dëgjuar, me Ludovik Naracin. Unë, do me thëra, i sjeton me, dhe unë nuk kam arritur asë në fotografi t'ja shoh, po më kam betur në mend. Dhe rasti Raimondës ishte që Monda në atë ko ishte e vogël në Kopësht. U ba liceu i ri, edhe doli një grup artistësh për të gjetur elemente. Edhe shkuar në për kopshtet e fëmijëve. Monda doli që ishte perfekt aty. Kur na njoftoi në shtëpi, aty neve na ngriu zemra si do ikte fëmia 6 vjeç në konvikt. Megjithatë, baba edhe nana me kurajo e nisën atë Raimonda gjithë jetën me violinë dhe është mjaft mirë. Pra, ju dashurinë e parë të muzikës e keni të lindur nga familja. Ndërkohë është zhvilluar me kontaktet, me punën tuaj, natyrisht, dhe më pas duke studiuar në një institucion prestigjos të arsimit të lartë të muzikës. Ndërkohë që çdo gjë finalizohet, pastaj përsëri e lidhur me Shkodrën. Ju njiheni me bashkëshortin tuaj, shkodran, skulptorin, artistin Ferit Kola, dhe vini në Shkodër. Kështu që Shkodra pas ka qenë për ju një vend i dashur, me njerëz të dashur. E vlerësoj shumë. Dhe pikërisht diplomën ju e jepni në Shkodër. Normal. Thash dhe më përpara që ajo shtëpia e kulturës, pa Prenkjakovën sikur ishte shgrehur, por ai kishte lënë një formacion që unë me besim, me mos besim si do bëj, thash, mirë po thash, po dale Elsa se je në Shkodër, nuk ka këtu, thash, çdo gjë bëhet perfekt, i mblodha ata formacionin koral dhe instrumental, dhe me 25 mars të vitit 1977, mbrojta diplomën. Desha të them këtë që ju spjegova gjithë, ju thash që unë këtu në Shkodër kam ardhur me një status të veçantë, si dirigentja e parë femër në specialitetin e dirigjimit orkestral me pedagog zotin Mustafa Krantja, dhe jam e para femër në vend që mbarova studimet në këtë specialitet. Më mrapa edhe mund të ketë tjerë. Dua të theksoj që koncerti i diplomës shkoi mjaft mirë me sukses, sepse formacioni themeluar nga Prenkjakova ishte i përgatitur dhe i disiplinuar, ata ishin shpërndar, po unë i mblodha. Dhe ja dole më së miri që përveç të tjerave, të interpretoni me përgjegjësi profesionale fantazin për piano, kor dhe orkestër nga Ludwig van Beethoven. Në piano ishte Marita Vuksani, vajza shkodrane Marita Vuksani. Nëse na ndjek zysh Marita, e përshëndesim me shumë dashuri. E përshëndesim, është në Gjermani. Në Gjermani, po. Pati shumë duar trokitje atë natë. Suksesin i atribuoj profesorit tim më të madh të kohës, zotit Mustafa Krantja, dhe korit dhe orkestrës së Shtëpisë Kulturës Shkodër, të formatuar në baketën e Prenkjakovës. Kujtime Prenkjakovës. Të pashlyeshme. Desha të them që në këtë programin e diplomës time, morën pjesë përveç orkestrës dhe korit, që ishte në Shtëpinë e Kulturës, solistja Leonora Pejo, për Marita Vuksanin që ishte pianistja dhe Gjergj Suljoti.
Dhe I përshëndesim me shumë nderim. Janë personalitete, Leonora Peo, ashtu është. një grua dinjitoze, një këngëtare Soprano e mrekullueshme, ka kënduar dhe Mrikën me teatrin me operës. teatrin operës. Pra, keni mbledhur vërtet njerëz Me vlera shumë të veçanta, por duke qenë një vlerë dhe duke formatuar këtë diplomë që ka mbetur e pashlyeshme në kujtesën Për tuaj. mua njërë po. Por kjo ishte një kulmi juaj që finalizoi studimet, por një hap në vazhdimsinë e jetës suaj artistike, por dhe pedagogjike njëkohësisht. Sepse keni dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në shkollën artistike Prenjakova. Duke u kthyer prapë te diploma, desha të them se një grup nga pedagogët e Akademisë së Arteve ishin zhuria. Dhe më dhanë vlerësimin maksimal. I falenderoj. Po janë fakte që duhet t'i përmendim, sepse vërtet na mbushin shumë me krenari për një artiste që vlerësohet. Është edhe kurajë e madhe ti futesh atij specialiteti. Shumë. Unë kam dhe gjëra tjera për të thënë, se unë krijova dhe orkestrën e shkollës. Pikrisht. Duke qenë në një shkollë artistike, ju keni keni krijuar habitatin tuaj që I përshtatet vetëm një personaliteti artistik. Orkestra e shkollës artistike Prenjakova ka qenë një aset I kulturës të Shkodër, sepse në atë kohë Filharmonia kishte orkestrën, por dhe shkolla e muzikës kishte orkestrën. Dhe ju keni qenë dirigjentje, keni aktivizuar shumë instrumentistë, keni sinkronizuar dhe sintetizuar tingujt duke dhënë një fuzion të mrekullueshëm artistik. Keni dhënë shumë koncerte, apo? Kam dhënë, do t'i përmend. Mos të harrojmë tash që si udhëheqës diplome pata Ermir Krantin. Pse profesori në moshë nuk mundi dot. Dhe Ermirin e falenderoj që më ndonjë afër në atë periudhë. Ai dhe sot e kësaj dite mban lidhje me mua për çdo gjë kështu, sepse dy dirigent, dy shpirtra mund të komunikojnë. Dhe kjo ishte për diplomën, tashti mund të vazhdojmë për shkollën, aktivitetin artistik që ju keni dhënë, por ndërkohë do të thoja që për nxënësit e shkollës artistike ju keni qenë një model. E ke thënë atë një? Jo, keni qenë një modele në komunikim, sepse me Zysh Elsën kishte gjithmonë korrektesë, një mësim I përpikt nga minuta e parë deri në të fundit. Keni dhënë disa lëndë, historinë e muzikës, orkestracionin, dirigjimin, keni kaluar shumë brenda. Edhe orkestrën, si lëndë të veçantë. Pra, nuk është pak të lini gjurmë tek nxënësit tuaj, ishte detyra ime. Dhe të keni një marrëdhënie me nxënësit, sepse me sa kam parë edhe në rrjetet sociale, edhe kur komunikoni, ose më mirë, ato ju bëjnë falenderime, shprehet ai shpirti I afërt, I butë, I dashur, që çdo mësues ndoshta mund ta lër, po disa mësues e lën veçanërisht tek nxënësit. Po muzika I zbut shpirtrat, I zbut njerëzit. Natyrisht keni gjetur dhe keni patur një mjet shumë të bukur dhe të fortë. Ndërkohë Zysh Elsa, ju keni ardhur në Shkodër në atë kohë, nuk e di, më duket se keni patur redonën e vogël. Ashtu është. Nuk është krejt e thjesht. Ne në Shkodër, të mos keq kuptohemi, por fjala Jabanxhi ose Jabanxhi thuhet për të ardhurit që në një farë mënyrë në fillim nuk kanë shumë
Jo që nuk kanë ashtu, por neve nuk kishim shtëpi në atë periudhë, jetonim në studio. Në studio këtu, e ti gjyllët, duket, a? Te gjyllët këtu edhe te studio e tjetër më ndej, do me thënë, e morëm shtëpinë me shumë vështirësi dhe shumë vonë, kështu që ata fëmijë u rritën në kushte të vështira, pastaj mi dolën zotë prindrit, i mbajtën sa u rritën, u bën për klasën e parë. Po kjo as pak nuk ka ndikuar në aktivitetin tuaj. Jo. Një grua që di të ndaj edhe punën, edhe familjen, edhe detyrat, edhe bashorten, edhe nënën, edhe figurën e saj natyrisht duhet respektuar shumë. Faleminderit, ka qenë edhe kontributi i burrit, i bashortit, që të dy bashkë ja dolëm se fillimet janë të vështira, diploma për vete, fëmia i vogël për vete, pa shtëpi, pa kushte, por ja shpirti i njeriut, është forca morale i njeriut që ja del. Edhe ndihem mirë, sepse me vështirësi si gjithë të tjerët, nuk është puna se ne lindëm në një planet tjetër këtu, të gjithë jemi rrukullisur, e megjithatë, unë gjithmonë nuk do resht së thëni që gjithsesi dhe një fjalë bukur e Shkodranit, që ashtu të thotë si ke një Nadia mirë, si kur të letëson. Pra, e adhuroj jetën që bëj këtu, edhe njerëzit që më rrethojnë. Sa bukur Zyshelsa, se të jesh falënderuese është një cilësi, e gjithmonë mirënjohja, është vlerë, normal. Në shkollën artistike Prenjakova, përgjatë viteve, natyrisht ke krijuar një personalitet më veta në të gjitha marrëdhëniet që ju keni patur. Çfarë mbresash keni nga ajo periudhë? Tashti. Këtu do përmbledh edhe aktivitetin në shkollë, tash i punën time në shkollë. Puna në shkollën e muzikës, do me thënë edhe personalitetet e respektuar për gjatë viteve në shkollë. Këtu do përqendrohem. Në shkollën artistike unë punova 27 vjet në sektorin e teoretikut, ose në kështu i thonë, e teoretikut, në mësimdhënien e këtyre lëndëve. Ju e thatë përpara, solfezh, histori muzike shqiptare dhe botërore, teori e dirigjimit dhe orkestër. Gjatë viteve të punës, pata fatin të njihem me këto personalitete. Mendoc Shlakun, Robert Prenushin, Toni Zadejen, Tish Daien, Gjon Kapedanin, Nino Saracin, Rok Jakun, Mustafa Byllon, Kolec Gajtani, Adelina Grimci, Gjon Shlaku, Ridvan Karakaci, Aleksandr Qyteza, të më ndjejnë, të më falin nëse kam harruar, Franceskina Kovaci, Rukje Bilali, Rafael Shabani, shumë kolegë të mrekullueshëm. Unë jam ndjerë shumë mirë. Jam ndjerë shumë mirë dhe gjithmonë thosha, do me thënë, përveç lëndëve teorike, kam drejtuar dhe orkestrën, dhe kur drejton muzik, je një shpirt i lirë që mund të udhëtosh univers. Ajo orkestra të ngresh shumë lartë moralisht, dhe çdo lëvizje dhe çdo tingull shndrohet në energji të pastër. Kjo energji të bën të vazhdosh punën me kënaqësi. Në shkollën artistike, këta artistë dhe pedagogë të nderuar ndihmuan në pasurimin e vlerave të mirëfillta profesionale, edukative dhe frymëzuese të muzikës, si një nga gjinit më të magjishme që me forcën e saj ndihmon në civilizimin e një shoqërie të tërë, në pasurimin shpirtëror dhe në emancipimin e kësaj shoqërie. Në saj të punës pasionante të këtyre personaliteteve që përmendam sipër, edhe ishin personalitetet nderuar, shoqëria jon ka arritur në atë stad që duke vlerësuar muzikën klasike, muzikën tonë kombëtare dhe atë të përbotshme, ajo do të ishte një nga pjesët më të bukura të integrimit të Shqipërisë. Patyshim. Natyrisht një aktivitet i pasur me orkestrën e shkollës artistike, por edhe me aktivitetet të tjera. Në vite kanë pasuruar CV-n tuaj artistike, keni drejtuar edhe orkestrën në shoqërimin e festivaleve për fëmijë,
Jo vetëm orkestrën e shkollës artistike, por edhe orkestrën e shtëpisë kulturës dhe të filharmonisë. Si kanë qenë këto aktivitete për ju? Si e kanë pasuruar aktivitetin tuaj artistik dhe çfarë ju kanë falur emocionalisht dhe profesionalisht? Sigurisht e thash dhe në qikë për para, kush drejton orkestrën, udhëton univers, vërtet kënaqësi, edhe duart trokitjet janë kënaqësi, janë vlerësim. Jo është marrëdhënia. Por disa që janë koncertet më interesante do të ishin që po e lëm këtë diplomas. Po në 19 dhjetor të se diploma mbrojt në 77. Në 19 dhjetor të 1982-shit, ishte formatuar orkestra, ishin për provat gjitha, ka qenë një triumf në teatrin Migjeni. Mua më përqethet shtatis, ishte koncerti i parë që bëja me shkollën. Koncerti orkestrës dhe korit të shkollës mesme artistike Prenkjakova ka qenë një mrekulli. Atëre, pari shumë, ishte në teatrin Migjeni dhe kishin kohë njerëzit që nuk kishin dëgjuar e kështu, kush e di se si na pritën jashtëzakonisht mirë, me shumë duart trokitje. Pastaj erdhi 7 marsi, festa e mësuesit, në 1998. Janë vite të pashlyeshme të aktiviteteve, madje edhe në kohën kur traziret atë desha të them. Disa viteve patën një luhatje të jetës artistike. Atë desha të them se në 98-ën ne unë organizova një orkestër harqesh dhe avum titullin Tingujt e Shpresës. Dhe ajo jep koncert vokal instrumental në kushte të jashtëzakonshme ku tingujt e muzikës shoqëroheshin me të shtena armësh që vinin nga jashtë. Po, çudia më e madhe ndodhi sa dhash atakun e fillimit të koncertit, një bllokaut total, një ufikje dritash në teatrin Migjeni. Dhe pjesa e parë e koncertit luhet në errësirë, përballë një qetësie të admirueshme të publikut shkodran. Çfarë magjie të tingujve, po të orkestrante, të dirigjentes, të publikut, një marrëdhënie e jashtëzakonshme që mund të thuhet ndodh në Shkodër, mbas edhe në vende të tjera, por cilësisht këto. S'kishim rrugë tjetër, do ta vazhdonim koncertin dhe në ato kushte dhe vazhdoi perfekt. Asnjë çakordim, asnjë ngatrezje, sepse ata e dinin pjesën dhe ashtu në errësirë, por nga fundi i sollën dritat. Tashti, me 24 dhjetor të vitit 2001, Shkodra ishte mbuluar, ishte mbuluar me dëbor. Dhe ne ç'bëm, i vum koncertit titullin Zjarr mbi dëbor. Dhe vërtet, ky koncert Zjarr mbi dëbor ndezi shkëndija flakëruse në zemrat e shkodranëve në javën e Krishtlindjeve. Sa bukur, sa bukur. Me 26 nëntor, kjo është tjetër gjë ta them në fund këtë. Pra janë shumë aktivitetet. Por, di të them këtë, që në errësirën e pafund, një dritës e vogël është një gëzim i madh për njerëzit, apo jo? Natyrisht. Kështu që këto gjëra mendoja se më vinte keq për nxënësit që kishin mbetë si trum atëherë në atë periudhë kështu. Prandaj artistët janë bamirës të mëdhenj, sepse ndezin zjarrin e shpirtit të njerëzve, zjarrin e dëshirave, të shpresës, të një marrëdhënie shumë të bukur njerëzore që komunikon nëpërmjet tingujve, gjë që nganjëherë mënyrat e tjera janë jo fort. Muzika është magji, më e dashur, magji është muzika. Kur luhet me shpirt, kur luhet me pasion, kur ke përgatitjen. Po koncertet nuk kanë rreshtur, sepse në 2005-ën keni përsëri aktivitet tjetër, duartrokitje të tjera, të cilët natyrisht lënë tek ju një tjetër mbresë, një tjetër. Pra, ekziston diçka e mrekullueshme që mund ta paguash me çdo sakrificë. Me çdo sakrificë. Ishin sakrifica, por prap do të flas për sakrificat për të mbajtur orkestrën gjallë. Prap do të flas. Të vazhdojmë. Natyrisht Zyselsa, në një kohë kur ju përsëri jeni një grua aktive, keni dëshirë
do të kishit shumë dëshirë të drejtonit përsëri? Tash unë nuk e kam atë merak se kam nxjerr disa dirigent. Është Jetmir Barbullushi që ka punu me mu, Kujtim Alia që ka punu me mu, Indieri Ferdinand Leshi që vazhdoj dhe ai për dirigim. Është ai shkurtri, pas po më vinë mend. Më vonë do ta them. Kanë qenë edhe të tjerë, unë po ju kujtoj ndoshta ndonjë emër. Gazmend Kraja. Pra, Gazmend Kraja, tjetër. Po, keni pasur edhe nga rrethet? Patjetër, nxënësit kanë qenë të shumtë dhe unë ndoshta po ju ngacmoj paksa kujtesën, e cila natyrisht ka të tjerë emra të shumtë. Ka. Me kujtesën tash, me qenë se u bë një kohë shumë e gjatë që më kanë nxjerr pa drejtësisht në pension. Në atë kohë edhe është skandal. Edhe mund ta them dhe mund mos ta them, po më mirë ta them, ta marrin vesh të gjithë se si më nxori mua ai shefi atyre viteve në pension. Po ta them, mbasi, vazhdojmë një herë kështu atë aktivitete të shumta natyrisht, por edhe nxënës, të cilët kanë lënë tek ju diçka shumë të bukur në vite, apo jo? Po, sigurisht. Por ndërkohë edhe vlerësime. Keni 3 vlerësime. Po, vlerësimet i kam. Vlerësime që ju kanë dhënë 3 qytete të ndryshme, kjo do të thotë shumë. Në mars të vitit 2011, në 50 vjetorin e krijimit të shkollës kombëtare artistike Prenk Jakova, i takonte 1961, 2011, pata kënaqësinë të mbaj në dorë një vlerësim shumë domethënës të punës time me nxënësit e kësaj shkolle për 26 vjet radhazi. Aty shkruhej: Këshilli i Bashkisë Shkodër vendosi t'i akordoj titullin Prenk Jakova zonjës Elsa Kola me këtë motivacion: për kontribut të çmuar në mësimdhënie për formimin e artistave të rinj. Pasuroj traditën me vlera artistike të qytetit Shkodrës, duke u bërë figurë e rëndësishme e arsimit në shkollën kombëtare Prenk Jakova. Kryetari i Bashkisë Bardhyl Lohja. Faleminderit. Kryetari i Këshillit Bashkiak ka qenë. Kryetari i Bashkisë, po, i Këshillit Bashkiak. Ndërkohë që edhe në Fier dhe në Florë keni patur vlerësime të tilla. Në kuadrin e 100 vjetorit të 90 vjetorit të pavarësisë, më erdhi një ftesë nga Bashkia e Qytetit të Fierit, qyteti i lindjes dhe i fëmirisë. Ceremonia u zhvillua me 27 nëntor 2012 në Teatrin Bylis, ku ishte e ftuar trupa e teatrit të operës, si dhe artist italian për të luajtur në këtë skenë operën Berberi i Seviljes të Rossinit. Në këtë atmosferë të mrekullueshme, u ngjita në skenë për të marrë certifikatën e mirënjohjes së qytetit tim. Në të shkruhej ky mesazh: Në përvjetorin e pavarësisë, Bashkia Fier nderon me certifikat mirënjohje zonjën Elsa Stefi Kola, si figurë përfaqësuese intelektuale dhe personaliteti spikatur për veprimtari në fushën e artit muzikor. Kryetari i Bashkisë Baftiar Zeqaj. Kjo e shoqëruar me emblemën prej bronzi të qytetit të Fierit, të qytetit tim të lindjes. Me këtë rast, unë do të shprehesha: të dy qytetet që ndihmuan në formimin tim profesional janë hapësira të gjera të kulturës shqiptare, që lindin njerëz të talentuar, të tingullit, fjalës, daltës dhe penelit, që me veprat e tyre të artit vibrojnë në zemrën e secilit që dashuron këtë vend, këtë qerë dhe shqiponja shkrenare. Ju falenderoj nga thellësia e shpirtit ju fjerakët e mi. Unë jam bi e kësaj treve, rrenjtë e mia janë këtu, ndërsa degët dhe bistjet i kam në Shkodër. Të dy këto qytete, njëri në jugë, tjetri në veri, ma kanë mbushur jetën plot, më kanë rritur personalitetin, vetvlerësimin dhe përgjegjësinë. Ndërkohë edhe Vlora. Në 90 vjetorin e pavarësisë në Vlorë, u organizua takimi i orkestrave të shkollave
të 7 shkollave artistike në vend, me pjesëmarrje nxënës dhe mësues. Mbas performancave, juria i jep çmimin e parë formacionit vokal instrumental të qytetit të Shkodrës, ku në pult isha unë Dora vet. Sa bukur, sa bukur. Janë gjëra që ju mbushin Zyselsa. Jo, ashtu si unë mendoj pasuria juaj më e madhe, familja juaj e mrekullueshme. Natyrisht një grua është qendra e familjes, është së bashku me bashkëshortin, keni 2 fëmijë të mrekullueshëm, të cilët tashmë janë madhor. Redona është violiniste, ka 2 vajza, Sokoli është skulptor. Skulpturën e aplikuar, jo skulpturën monumentale si jati. Skulpturën e aplikuar. Punon në çdo material. Sa bukur. Ndërkohë që me bashkëshortin të nderuarin, skulptorin Ferit Kola, të dukeni sikur jeni gjithmonë në moshën e atyre viteve 70, sepse edhe nga larg kushushe, mbase ato që ndjejnë kaq afër, e ndjejnë atë kimi që ka një marrëdhënie të mrekullueshme. Shkodra na jep të kënaqësi, biçikleta na jep të kënaqësi. Sa bukur, edhe unë aplikoj shumë biçikletën. Po pra. Ju keni thënë edhe më herët diku që pa vizitat ose shëtitjet rreth e përqark Shkodrës nuk ka si të mos mbushesh. Ashtu është. Sepse vetë Zoti e ka vënë Shkodrën në një pozicion të mrekullueshëm. Shkodra është artë më vete më shpirt. Ai thash në fillim. Po. Impresionet e mia për Shkodrën. Është artë më vete, ka kriju Zoti ashtu, me të gjitha. Dhe kjo është diçka e mrekullueshme nga një zonjë e nderuar, e shkodranizuar plotësisht, që ka një aktivitet të mrekullueshëm këtu, që ka një familje po ashtu të mrekullueshme dhe një mirënjohje nga të gjithë, jo vetëm nga nxënësit, kolegët, por edhe nga qytetarët e Shkodrës. Rrofsh, faleminderit për gjithë të konsiderate, gjithë të fjalë të bukura. Unë do fluturoj sot. Po jo, kjo është diçka e vërtet dhe ato që ju njohin, edhe ato që ju ndjekin, sepse këto fjalë që ju thatë janë fjalë shpirti dhe ndjesi konkrete të jetës suaj, besoj ju përshëndesin. Zyselsa, ndoshta keni edhe diçka për të thënë, por unë do të mendoja që ardhja juaj sot në studio ishte një kënaqësi shumë e madhe për mua. Faleminderit shumë, edhe unë të vlerësoj vazhdimisht se i ndigjoj emisionet tuja, edhe je kaq e ëmbël, edhe kaq që vjen për fije, ja u nxjerr atyre me elegancë vendime. Kjo është detyra jonë, Zyselsa, ne prandaj jemi në mikrofon që nëpërmjet këtyre aktiviteteve shumë frymëzuese të shpalosim vlerat njerëzore të njerëzve në Shkodër, të informojmë dhe ti promovojmë, por edhe të nxisim ndjesitë pozitive tek njerëzit. Është shumë e rëndësishme. Unë tek jeta juaj shoh do gjëra shumë të bukura, një pasion të madh. Pa pasion nuk bëhet asgjë, pa sakrifica asgjë. Dhe këto janë mishërimi i gjithë aktivitetit që ju keni bërë. Unë nuk qoftë se më lejon orari, do kisha qejf të ndaja me ju edhe disa emocione, ku negative, ku pozitive, se shpirti artisti shumë i ndjeshëm. Po, Zyselsa, mund t'i thoni? Desha me thanë diçka nga jeta ime artistike, nga intimitetet e mia, në qoftë se më lejohet, e t'i ndaj me bashkëqytetarët e mi. I thash disa gjëra, po kështu e kam nisur, e apasionuar mbas artit dhe muzikës qysh fëmijë, mbasi mbarova liceun artistik Jordan Misja, pata fatin të vazhdoj studimet për 4 vjet në drejtimin e pedagogut, dirigjentit njohur Mustafa Krantja në specialitetin e dirigimit. E tham këtë, si e para femër në Shqipëri, fat të cilin e justifikova me dinjitet duke u diplomuar shkëlqyshëm në një koncert mirëfillt simfonik që u
që u bë në Shkodër me orkestrën e Filharmonisë Qytetit, e cila sapo ishte krijuar. Për këtë unë disponoj kaset audio. Duke mos gjetur pozicionin tim të ndëruar të punës, sepse në atë kohë Filharmonia drejtohej nga zoti Ermir Krantja, i cili kryente stazhin, u vendosa si pedagoge e lëndëve teorike pranë shkollës mesme artistike Prenk Jakova. Paralelisht me lëndët jepja, solfezh, dirigim, orkestracion, u përpoqja të ushtroj aktivitetin tim të specializuar pranë kësaj shkolle, ku me orkestrën që u krijua kam dhënë mjaft koncerte, duke mos e shkëputur angazhimin tim edhe nga aktivitetet e rrethit, si për shembull festivalet lokale, ato kombëtare të këngës për fëmijë, është fjala për festivalin e 18-19-20, apo si asistent dirigjente e operës Celula e Gjon Kapedanit dhe rivënies në skenë të operës Mrika të Prenk Jakovës. Një nga koncertet emocionuese ka qenë koncerti i shkollës më 19 dhjetor të 1982-shit, ku veç të tjera drejtova suitën Per Gynt të Grigut, emocionet e cilit i kam shprehur në një intervistë prapë dhe në Radio Shkodra me kaset audio. Për arsye të ndryshme, ku kryesorja ishte mosmbështetja nga institucionet shtetërore dhe kushtet e vështira të jetës u tërhoqja nga skena, duke punuar me përkushtim si mësuese gjithnjë. Pse thash për mosmbështetje? Sepse kur orkestra u shkri, unë kërkova të bëja një orkestër harqeshte, të më mbështeste dikush me një lloj page, nejse, iku ajo punë, nuk u bë, më vonë e bëra vetë pastaj. Për arsye të ndryshme, ku më kryesorja ishte e thash këtë, dhe kushtet e vështira të jetës, u tërhoqja nga skena duke punuar me përkushtim si mësuese, gjithnjë pranë shkollës artistike, duke ndihmuar shumë instrumentistë e këngëtar në rrugën e tyre të artit dhe duke përgatitur dirigjentë të rinj, siç që thash më përpara, që konkurruan dhe u diplomuan në Akademinë e Arteve, Jetmirin, Ferdinandin, Kujtim Ali, Admir Leka, por vitet 90 përmbysën çdo gjë. Formacioni tradicional simfonik i qytetit u zhduk krejtësisht. Shkolla e muzikës pësoi një rënje të madhe. U larguan shumë pedagog e nxënës të talentuar. Kanë qenë vite krize ndoshta. Pikërisht ato vitet e krizës po lexoj. Jeta artistike u varfërua shumë. U zhduk përkushtimi dhe përgjegjësia. Viktima ishin nxënësit të talentuar që prisnin të afirmoheshin një ditë si instrumentist të sarmes. Më tepër se kur filloi të më ngacmonte zëri ndërgjegjes. Nuk mund të konceptoja dot të shuhej jehona e muzikantëve të mëdhenj të Shkodrës. Shpirti më vlonte, ndihesha përgjegjëse. Shkodra duhet të shite edhe një herë baketën në dorë, siç e mbante mjeshtri i madh i saj Prenk Jakova. Duhej të bëja diçka. Në një situatë mundimshme e paradoksale, vendosa të bëj një koncert vokal instrumental për 7 marsin për mësuesit e nderuar që e ndjenin çdo ditë se fëmijët e qytetit po ju iknin nga duart. Përballë kësaj situate të disfavorshme, por me shtysat e brendshme, vihem në provë mbas 15 vitesh. Nga njëra anë indiferentizmi total, djegjet, dhuna, shkatërrimi. Nga ana tjetër orkestrantët të cilët i mbaja ngrohtë me fjalët e shpirtit tim. Ashtu me një bazë materiale të shkatërruar, të lypur, pse them të lypur, erdha në teatr dhe mora bazën materiale, mora karrike, legjio, të lypur andej këndej, por me shumë dashuri e përkushtim, koncerti simfonik me autor shqiptar dhe të huaj u dha me 7 mars 1998, kur Shkodra po digjej për të dytën herë. Nuk mund të harrojnë ata tingu instrumentash, të cilët shoqëroheshin me të shtëna armësh që vinin nga jashtë. Por brenda nesh vlonte dëshira për muzikën, i larçin e zemrave të zhuritura të shkodranëve. E dinim se do mirëpriteshim. Ajo që na jepte forcë ishte kultura, tradita shkodrane. E s'ka si tjetë ndryshe, pasi këtu është forca e këtij qyteti, e shpresa në këtij qytet nuk vdes kurrë. E ne kështu e emërtuam orkestrën tonë, tingujt e shpresës. Çudia më e madhe ndodhi kur ngrita duart për të dhënë atakun e fillimit koncertit. Një bllokaut total në gjithë teatrin Migjeni dhe gjysma e koncertit ekzekutohet në errësirë me një tingëllim të mrekullueshëm përballë
Një qetësie të admirueshme nga publiku im I respektuar, që me duar trokitjet e tij na dhan dritën e shpirtit dhe ndodhi që në terr tingujt e shpresës fituan mbi errësirën që u detyrua të ndizet. Në këtë moment u ndezën dritat, duke ndezur më fuqishëm zemrat e orkestrantëve dhe publikut, ku ishin të pranishëm dhe personalitetet të misioneve të huaja në Shkodër, për atë çka po ndodhte, që më vlerësuan me respekt, ndërkohë që mediat dhe institucionet shtetërore ishin të shurdhët karshi këtij rasti ekstraordiner. Për këtë disponoj kaset, video dhe shumë fotografi. Sforcon e pagova me probleme shëndetësore. Kalojnë 4 vjet, ku ndërkohë shkollës sonë vijnë 2 dirigjentë të diplomuar në Akademinë e Arteve, por asnjëri nuk e vazhdoi punën me formacionin e ngritur me aq mundim, sepse s'paguaj, por që pati një vlerë të madhe. Vazhdimin e një tradite të harruar të koncertit me prioritet klasik dhe vlerësues për të gjithë specialitetet e shkollës dhe një sfidë e madhe e kohës. Ndërkohë, Shkodrës vazhdojnë t'i largohen vlerat e shkollës. Shkollës I kanë mbetur shumë pak. Nuk ka me element cilësor, nuk ka instrumenta, por gjenden disa shkëndija aty këtu, tek fëmijët e pafajshëm, që nuk dëgjojnë asnjë tingull muzike të kultivuar, sepse fonoteka e shkollës nuk funksionon. Ndërkohë që kasetat me muzikë vulgare kanë mbushur rrugët dhe hyrjen e shkollës. Si muzikante dhe qytetare, ndjej obligimin moral për të dhënë një ndihmë sado modeste për të organizuar këta fëmijë në një ansambël orkestral, këta muzikantë të vegjël që janë të pafajshëm për gjithçka ndodh rreth tyre. Përsëri mes privacionesh e vështirësish, filloi të punoj për një koncert të ri. Nuk bëhet fjalë as për kushte, as për mbështetje morale apo financiare. Në një boshllëk ku mungon klima artistike, vetëm shpirti I vetmohimit dhe pasionit e ngriti përsëri formacionin në këmbë, këtë radhë duke punuar me secilin orkestrant veç e veç. Zyshelsa, më falë ndoshta për ndërprerje, në këto momente kemi një telefonat. Unë po e hap telefonin. Po, alo? Alo, urdhroni. Alo? Regjia më njofton se ka një telefonat, po nuk e dini në qëndron ende në linjë. Alo? Përshëndetje? Është larguar. Mund ta mbyllni telefonin. Atëherë Zyshelsa, besoj se edhe dëgjuesit na kanë përshëndetur në këtë bisedë shumë interesante të jetës suaj artistike, të një aktiviteti kaq të bukur, cilësor, por edhe oscilacionet e shpirtit të artistit të pareshtura në punën e tij. Ka qenë një zhgënjim shumë I madh për mua, po s'muj. Po, jo, mund të afroheni pak pranë urdhro. Po. Me qenë se telefonata është larguar, ne mund ta Vazhdojmë edhe pak? Po, ndërkohë siç thash, e krijova orkestrën përsëri në kohën e luftës. Luftës po I themi. po. Ishte tepër e mundimshme puna në ambientet e ftohta të shkollës mes temperaturave 9 gradë në zero, se kjo ishte në dhjetor dhe kjo. Po ashtu mes dëborës, ky ansambël ndezi një shkëndij flakëruse që ngrohu zemrat e shkodranëve në koncertin e dhënë me datë 23/12/2001 në qendrën kulturore Pjetër Gaci, pikërisht në javën e Krishtlindjeve. Të ndërgjegjësuar që me muzikën e tyre këta muzikantë japin ndihmesën e tyre për të ringjallur vlerat dhe simbolet e qytetarisë shkodrane. Koncertin e titulluam Zjarr mbi dëbor dhe shpresoj që kjo shkëndijë të kthehet në flak. Thosha atëherë në 7 mars 2002. Por mënyra se si më nxorën mua në pension është shumë korruptive. Janë padyshim Edhe ishte momente drejtori I drejtorisë arsimore, Borhan Vajushi, që erdhi me ne në Vlorë dhe mbasi fituam aty konkursin, më përgëzoi, më lavdëroi, sa vjen në Shkodër, më zëvendëson me një nxënësin tim me një korrupsion
të ndytë. Edhe pension i parakoshëm. Shumë vite përpara se të mbushja pensionin. Megjithatë, Zyshelsha ju mbetën e nderuar. Shumë e nderuar, e duar trokitur. A bëhet kjo? Ti vish me trofe, ti vish në qytet, nga 7 shkolla të vish ti me fitore, edhe në atë javë, pa u mbushur java, të nxjerrin pension parakoshëm, po s'kisha as moshën. Pra se këto ligjet e sigurimeve shoqërore shpesh nuk është se të gjithë mund të jemi të qarta, sepse po ndryshe jo e dashur, nuk ishte ajo arsye. Nuk ishte arsye. Ai u dha mbas lekut dhe solli një nxënësin tim që kishte një studio atje diku në Koplik, a bënte muzikë tallava, das ma puna e tij, e ka paguar mirë, edhe ka thënë, hajde ti këtu, edhe del ti, pa mbush moshën, pa kur gjë. Ku shkuan gjithë to vlera, gjithë to merita, ku shkuan? Janë të duar trokitura, janë mbreslëmse, tek brezat që ju keni edukuar. Ajo është? Janë të mirënjohja që ke tek njerëzit në Shkodër, tek përshëndetjet e përzemërta, tek çdo gjë që nuk paguhet me asnjë lloj paraje. Tek kjo dashuri e madhe që ju keni për artin, për njerëzit, për qytetin, për marrëdhëniet. Prandaj Zyshelsha mbeteni një personalitet i artit, i arsimit, i çdo gjëje të bukur që ju reflektoni çdo ditë. Ti rosh, faleminderit. Unë do t'ju uroja shëndet e jetë, mbarësi, çdo gjë të bukur mes njerëzve tuaj, jetës suaj të përditshme, kujtimeve që mbeten të pashlyeshme, por edhe një aktiviteti të përditshëm ditor, frymëzues, siç është personaliteti juaj. Shumë faleminderit Merita. Ju falenderoj shumë ju falenderoj që keni ardhur sot në studion ton. Do të mbeteni për mua vërtet një njeri i veçantë, një ikon e mësimdhënies, e figurës së gruas, e korrektesës, e dashurisë për njerëzit, për artin, për profesionin, për shkollën. Të falenderoj shumë, Zyshelsha. Edhe unë ju falenderoj shumë për gjithë këto fjalë të bukura, për këtë konsiderat, për këtë respekt, edhe ju respektoj dhe juve shumë në punën tuaj fisnike, dhe u pafshim në ditë mira. Patjetër. Faleminderit. Kështu e dashur, kështu janë këto punë. Edhe për mua është shumë.